Unë Abdigjikun e njoh mirë, sepse e njoh prej kur ka qenë student. Abdigjiku është punëtor i mirë. Është punëtor i zellshëm, ka qenë student i zellshëm. Më kanë thonë që edhe në LDK-n terren ka punuar. Nuk është që s'ka punuar. Mirë, po problemi është se sa puna jote bën punë. Sa aktiviteti yt shprehet pastaj në rezultatet të partisë. Atë që është dashur vetë ta vlerësoj Abdigjiku dhe ta vlerësoj në organet e LDK-s. Pra mu është në çdo nivel që unë them tash se është dashur të shkoj, sepse në asnjë rast nëse kthehet që aty ku ka qenë, që aty ku ka marrë, duhet më ul dhe me analizu pse. Dhe me analizu ai vetë me pasë çka mund bën ai. Ai pa thonë që pas rezultateve të LDK-s në vitin 2021, ku ne ram rreth 13%, LDK-ja e lexoi drejt zërin qytetar. Nuk tha lexoj drejt zërin e kuvendit, por zërin qytetar, dhe pastaj unë edhe bashkëpunëtorët e mi e kuptuam se duhet bëhen ndryshime. Unë s'mund të them këtu se është dashur të jap dorëheqja, apo s'është dashur, mirë, po është dashur me i marrë fjalët para se ta thotë flajni, no, të pushoj pak, të konsultohet me bashkëpunëtorët. Unë mendoj që edhe kuvendi është dashur që të merret me rezultatin, mos merret me Abdigjikun. Do të merret me rezultatin e LDK-s, të vlerësoj se a është ai rezultat ai që i nevojitet edhe ai që është i duhur për Lidhjen Demokratike të Kosovës, atë me cilin Lidhja Demokratike e Kosovës mund të shërbej ndryshimeve në Kosovë. Unë për veti, në moment që kom pas rezultate, atëherë ka dalë 13 edhe më pak se 13%, jo atë ditë, jo të nesërmen, por kam dhanë, jo s'kam ofru, por kam dhanë, dorëheqje kam njoftuar anëtarët e kryesisë, se unë me këte përfundoj mandatin tim në LDK, edhe përfundoj mandatin tim gjithë organet e LDK-s, edhe në kuvend. Votëbesimi duhet lidhet me disponimin i cili është në terren. Me zërin e qytetarëve. Sepse votëbesimi nuk është çështje e relacioneve kryetari i LDK-s, kuvendi i LDK-s. Tash nëse zëri i qytetarëve ka ardhur deri aty që LDK-n prapë me kthy në 13%, aty ku ka qenë atëherë kur unë kam dhënë dorëheqje, atëherë kjo ka merituar tjetër qasje, edhe të kuvendit, që kuvendit të reflektoj, jo që ta shkarkoj apo mos ta shkarkoj zotin Abdigjiku, mirë po të reflektoj se çka duhet bën më vonë. Si duhet të veproj LDK-ja në mënyrë që me përmirësu rezultatin. Unë nuk i kam udhëheq zgjedhjet, s'kam qenë fushat, s'kam qenë në asnjë forum të LDK-s, nuk kam pas asnjë motiv të involvohem në ato, sepse s'kam pas motiv. Unë tani në Akademinë e Shkencave në asnjë mënyrë s'kam menduar tash me padeshme me najt LDK, unë s'kisha dhënë dorëheqje për i krejt pozitave të LDK-s, mirë, po ka qenë një paketim kështu i mirë gënjeshtrave për më shitësit vërteta. LDK nuk kemi të vjetër edhe tri. Avdullahoti nuk është i vjetër. Avdullahoti është kuadër i ri. Hikmet e Bajrami nuk është i vjetër. Është kuadër as e ri, po është një kuadër e cila potencialisht mund të kontribuojë mas miri Kosovës, që LDK-s. Kujtim Shala, po ashtu, është një shkrimtar i mrekullueshëm, është akademik, antar i Akademisë Shkencave, dhe nuk i lejohet kërkoj atë në disa studio me thonë hajde se edhe kujtimi do të me përjashtu prej LDK-s. Përmendet tash edhe Gazmend Muhaxhiri, kom dëgju, në fund thanë, edhe gazi duhet me shku. Tash unë qofse i marr këta njerëz edhe i trajtoj, sepse i njoh krejt i njoh mirë, kam punu me ta, kam punu prej vitit 2009, kam punu me gjithë këta, atëherë kush janë ata që kanë bërë opozitë kundër vetëvendosjes? Opozitë kundër vetëvendosjes ka bërë Agim Veliu. Tani nëse kritikohen edhe këta tjerë, kush ka bërë opozitë gjatë kësaj periudhe? Ka bërë Hikmetja. Hikmet e Bajrami ka qenë zëri kryesori i opozitës së LDK-s kundër VV-s, edhe kundër pushtetit. Jo, po flas njerë për këto, do të thotë për këto që po kritikojnë dhe që po thonë që këta pengojnë reforma.
S'mundet reformat mu pengu në qofë se kritikohet pozita, edhe në qofë se i për që vrejtje të qëndrushme, do të që askush nuk mund të mëhoj. Shumë dëgjoj që gjithë dalin dhe thuj, na im rrugovista, na im i djathtë. Nësë pari duhet ta kemi të qartë që LDK nuk është partije djathtë. LDK është partije qendrës së djathtë. Partia djathtë dallon mjaft shumë prej partisë qendrës së djathtë. Krahas këtyre si lejohet kërkuj që del edhe të lënë përsypjet të tonë jam rrugovist kur ta pajsh, kur del asi me fol për çështja e flet për ndihma sociale, flet që Albin Kurti do të rrisë pagat minimale në 500 euro, na do të rrisim 700. E po atëherë si as i djathtë, as i qendrës djathtë, po ti politikat po zhvillohet të majta kështu që në këtë aspekt, fushata që është bërë nga LDK-ja, është bërë si licitacion, si kur jenë licitatim me VV-n. Sepse VV-ja ka thonë diçka, e ka bo një ofertë vetën sociale, LDK-ja u mundu të bëj pak mbi atë, PDK-ja edhe ma lartë do të krejt opozita e ka imitu Albin Kurti.